Permitita për të gjithë. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit sot me datë 21 prill 2026 në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Urseli me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform me 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.6, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të anëve nga neni 366 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Kushtrim Kokalla me të dhënat sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Kushtrim Kokalla, konform neni 362, paragrafin 1, nën paragrafin 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokuroria e shtetit është të heq nga akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërim mbi vepra penale apo kryesve të tyre nga neni 378, paragrafin 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale, të akuzuarit i gjykon. Të akuzuarit Naim Urseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij